ka bo në rrugtimin e percepcionit për se është organizim kriminal. Nga gjitha shtetet e BE-s, qeveria Kosovës, diplomacia saj, nuk kam rri një shtet me bind që lista sërbe është organizat kriminale. Bile s'ka mujtë Shqipnin me bind. Nuk ka mujtë, se por mikun e ti Miskovsin, asa to s'ka mujtë me bind. Kërkon s'ka mujtë me bind që është organizat kriminale. Ka tentu me bind? As një s'ka mujtë me bind. Tasht, qka je ka dënë? Me dalë atë në foltore të Parlamentit Kosovës a ditë dhe me thonë, unë jam patriot, nuk e votoj një pjestar të një partije politike që si qeveri kam dështu me ju bindë që është kriminale, sepse Kosova du të me lypë përgjësi për ty nëpse keni dështu që nuk është shpallë organizatë kriminale. Që një parti që ka kalu në për proces zgjedhor, që janë certifiku të gjithë qëta deputet dhe me dalë se unë jam patriot dhe nuk e votoj. Bebe, unë nuk pajtohna me ty kur e the pak ma heret që partit opozitare po e këshyrin qka po bën vetë vendosja dhe mbostin. Unë e do me të thonë diçka, të shakon unë e deputet. Nuk e kësha përfil as vendimin e partis teme, unë e kësha këshyr Albin Kurtin, sepse i ka marrë 400.000 vota, edhe i ka premtu botës edhe ka betim për një Kosovë multietnike, edhe i ka dhonë këtë botës që ka me ndërtu një Kosovë demokratike, unë e kësha këshyr ato, kur e kesh votu aj, nën kryetar nga lista sërbe që atër e kësha qku dorën. Edhe unë ju bëj ftesë deputetëve të opozitës, pa votuaj, mos e votani. Mirë që është mendem, po pëse është mendem që për njëherë. E po tash, e ka marrë përgjësim. 42% i ka marrë. Gabem është kja me. Gabem është kja. Mundët me Gabem është kja. Mundët është për emocionat. Ida Dërguti qëtu e para e ka thonë, masa ne e kam përdor tjerë, se kjo është një gru shtet që po e bën Albin Kurti. Po veç ka legitimitet, vështet me legitimitet. është u kry gru shtet, mrena për mrena. Me thonë, është u i luftu institucionet. Kjo e ka luftën me institucione kushtetuse, me institucionet pavarëna. Më spretin për këti njeriu, që kjo ka me respektu edhe këtë gjykimin e Jo, qëfar? Jo. Më spritni. Tani, dirisa na e kemë qëtë situatë, është një shumic tjetër shqiptare, që është ma e madhe se Albin Kurti, të cilat do duhet merrni përgjegjësi për ta shpëtu Kosovën. Mas zgjedhjeve lokale. Mirë. Mas zgjedhjeve lokale. Mas zgjedhjeve lokale kur do? Kryna një herë që to. Do është me marrë përgjegjësi për ta shpëtu këtë vend nga ky diktatërc. Duke votuar listën sërbe? Mas zgjedhjeve lokale. Thashun e këto. Thash për ta shpëtu Kosovën nga ky njeri. Se jemi 5 minuta të fundit. Si shpëtohet? Të vendimin e... Unë i kam, si mas meje, zgjidhet që shpëtohet. Për 1 minutë. Do të me hje këto, këtë njeri, me çdo kusht, mja pa mundësu qasje në institucione. Nëse e ngrej zhage dhe qëtë jashtë. Do me thonë, qysh... Fejet prap nesër. Qysh... Po t'ja fillojmë ne të ngrejmë zhag tash aty. S'po thëmë unë me gjujt me zollë ku vendin, si kur këta. Po dhe me ngrej zhag. S'po thëmë unë me gjujt me zollë ku vendin, po duhet mja pa mundësi mja pa mundësu me hi në institucione. Nuk ka pështim tjetër, sepse ky nuk i respekton institucionet. Atëhere, në kuadrë... Flasim për një demokraci, pastaj nesër edhe dikush thot ky nuk meriton tjetër institucione, pavarësisht apo pajtohemi ose jo. Çfarë demokraci? Ne kemi shtet demokratik, mrena të cilit ky shkakton grushtet. Kush është i obliguar me mbrojt shtetin prej individëve të tillë? Partitë politike të cilat kanë votë. Ato Sot për sot kanë ma shumë votë se sa zotë? Natyrisht që kanë ma shumë votë. Ato janë të obligume me mbrojt Kosovën edhe prej Albin Kurtit. Nëse nuk e bajnë një gjatë e tillë, kanë me pas përgjithësi si kur kjo. Shkurtimisht. Po, sa për këtë vendimit të fundit, në dispozitiv, me siguri, këta e kanë fut këtë dhe regulorën e Kovendit. Regulorja e Kovendit o themelu nëzirën pajtimin e 76 kushtetuc, neni 12 paragrafi 6.1, jabë drejtën shumis me propozu shumis serbe me propozu kandidatin për nënkretar 6.2 shqipakisave tjera. Edhe këto obligohet shumica me votu